kemi pasur një naftë që ngjyrohej, markohej si quhet, që vendoset një komponent kimik për të identifikuar naftën që hyn në mënyrë legale dhe jo kontraband. Ishte një koncesion i trashëguar. Ne u përpoqëm ta rregullojmë sa të mundeshim, pa ishte boj që holloj kollaj apo sajoj kollaj. Tani, me kompaninë publike që kemi krijuar një tjetër kompani publike që është një kompani që kemi krijuar bashkë me të njëjtën kompani që ka shteti në Emiratet e Bashkuara. Ne do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh, sepse është në ato fazat e fundit, do të nxjerrim një tjetër ngjyrues që është i pa manipulueshëm. Dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga gjitha analizat që bëjmë, ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit.